Si çdo herë prej shpalljes në Grada, kur Sali Berisha ikën jashtë shtetit gjej një lajm për ta sjellë në Shqipëri, u nis për të kaluar oqeanin dhe vërtet e kaloi, por jo për në SBA, por për në Brazil. Përveç disa fjalimeve një minutëshe e takimeve, doktorit Idoli Fati, organizata e centristëve CDI, e zgjodhi zëvendës president. Berisha shkruan se është zgjedhur zëvendës president i unionit më të madh të partive të djathta në të gjithë botën, por si qëndron e vërteta, CDI është një organizat që funksionon si union partish më tepër centriste, se sa të djathta që me dëshirën e tyre janë antarësuar në këtë union dhe madje kanë dhe një tarif antarësimi. Shumica e vendeve anëtare janë nga Amerika Latine, Europa dhe Afrika, por pjesë e këtij unioni nuk janë Partia Republikane e Donald Trump në SBA dhe as konservatorët britanik, kanadez, australian dhe të tjerë. Dhe tek Shtetet e Bashkuara qëndron çështja, si anëtare e SBA-s në këtë organizat rezulton të jetë vetëm NDI, një organizat jo fitimprurse, por që punon afër Partisë Demokrate në SBA, ajo e cila në pushtet me president Joe Biden dhe sekretar Antony Blinken, shpallën non grata Sali Berishën në 2021-shin. Për më tepër, me rikthimin e Trump në pushtet, NDI ka qenë një nga organizatat jo qeveritare më të goditura nga ndërprerja e fondeve, si një institut që vijon e financohet nga George Soros. Po ashtu, NDI është një nga promotorët kryesor të grupeve të marginalizuara dhe politikave gjinore, përfshirë LGBTI. Me pak fjalë, Berisha është bërë zëvendës presidenti një unioni ku antar indirekt është Soros dhe jo Trump. Nga ana tjetër, Sali Berisha nuk është i vetmi zëvendës president i emëruar në forumin e Sao Paulo. Në forum u zgjodhën 20 zëvendës president, mes të cilëve dhe kryeministrat e Kroacisë, Slovenisë dhe Hungarisë. Pra nga 115 vende u zgjodhën 20 zëvendës president të rinj dhe duket se radha kësaj radhe i qelloi Sali Berishës nga Shqipëria të ishte një prej tyre për të patur një zëvendës president të një vendi tjetër. Dhe bie në sy se shumica e partive anëtare në vendet e tyre janë në opozit, por doktorit i qelloi të jetë i vetmuar. Nga Europa është i vetmi zëvendës president opozitar. Kurse presidenti kësaj organizate u zgjodha Andres Pastrana, i cili karrierën e tij politike nga nisur si kryebashkiak i Bogotas në Kolumbi e deri në zgjedhjen si president i vendit në vitet 1998-2002. Më pas ai u emërua për disa vite ambasador në SBA, por sërish kjo nuk e ndihmon doktorin. Rruga e tij për të shkuar në veri të oqeanit duket shumë larg, më afër me Soros se sa me Trump. Dhe edhe kësaj radhe doli huq, rëndësi ka që pas dëshmisë për 21 janarin i shpëtoi për disa ditë zhurmës në Tiranë, kurse kthimin e ka me shpresën se me lajmin e ri do të frymëzojë disa demokrat më shumë për të dalë në foltoren përpara kryeministrisë ditën e hënë.